Pasha Allahun, tani jam duke e parë veten në xhennet. Rrëfimi në vijim është i vërtetë dhe na e rrëfen kardiokirurgu i njohur në Arabinë Saudite dhe njëkohësisht thirrësi i njohur Dr. Khalid El Jubeiri, Allahu e ruajt. Një djalosh që i kishte arritur të 16-tat doli për të falur namazin e sabahut në xhamat në xhami. Dhe pasi që i fali 2 rekat sunnet të sabahut, u ul për të lexuar Kur'an deri në thirrjen e ikametit. Kur u thirr ikameti, e la Kur'anin në vendin e vet dhe u ngrit për t'u rishtruar në namaz. Papritmas duke u ngritur bie në tokë. Disa nga ata që ishin në xhami e marrin dhe e bartin deri në spital. Rrëfen mjeku Khalid El Jubeir, Allahu e ruajt, i cili ishte kujdestar atmendjes, se e kishin sjell një djalosh, të cilin e bartnin si xhenaze. Pasi që e kishte kontrolluar, kishte zbuluar se ishte i goditur nga një infrakt i fortë. Aq i fortë sa që po ta kishte goditur dhe deven do ta mbiste në vend. Ai vazhdon duke thënë: "E shikova djaloshin, luftonte me vdekjen dhe i merrte frymëmarrjet e fundit. Shpejtuam t'i ndihmojmë dhe t'i aktivizojmë zemrën dhe afër tij ishte mjeku i ndihmës së shpejtë. Kurse unë shpejtova t'i marr disa mjete për shërim. Kur u ktheva, e vërejta se djaloshi ja kishte kapur dorën mjekut, kurse mjeku e kishte afruar veshin te goja e djaloshit, i cili ja përshpëriste disa fjalë në vesh. Unë ndala t'i shikoja ta di. Papritmas djaloshi ja lëshoi dorën mjekut dhe u mundua me gjithë fuqinë e tij që të kthehet në anën e tij të djathtë, e që në fund të thotë: "Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh." Fjalën e përsëriste shpesh, derisa pulsi filloi të zhduket dhe rrahjet e zemrës të paksohen. Ne përpiqeshim t'i ndihmojmë, përcaktimi i Allahut ishte më i fortë dhe djaloshi ndroi jetë. Mjeku të ndihmës së shpejtë i plasi vaji, derisa nuk mundi të qëndrojë në kamp. U çuditëm me ta dhe i tham: "O filan, çfarë ke? Kjo nuk është hera e parë që sheh të vdekur." Fjalët tona sikurse nuk i depërtonin në vesh. Ai vazhdonte të qaj dhe nuk i ndaleshin lotët. Kur e vërejtëm se lotët filluan t'i rrallohen, e pyetëm: "Çfarë të tha djaloshi? Na trego." Kur të pa duke shkuar lart poshtë dhe se po jep udhëzime, e kuptoi se ti je mjeku specialist për smundjen e tij dhe më tha: "Thuaj shokut tënd, mjekut të zemrës, mos ta lodh veten, mos ta lodh. Unë jam i vdekur dhe s'ka shpëtim. Pasha Allahun, tani jam duke e parë vendin tim në xhennet." Allahu i madhruar thot: "Me të vërtet, atyre që thonë Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejtë, do t'u zbresin engjëjt para vdekjes e do t'u thonë: mos u friksoni dhe mos u piklloni dhe gëzojuni xhennetit që ju është premtuar." Kjo është dallimi mes adhuruesit të Allahut dhe gjinahqarit.